Fëmia I gjetur në Ferra, në liçenin e Tiranës. Ndiqeni këtë histori, vërtet e trisht, dhe më falni nëse do t'ju bëj që të qani. Teksa e lexoja, lotët më bën shoqëri gjatë gjithë rreshtave deri në fund. Është një histori e vërtet dhe e dokumentuar. Njeriu në disa raste është I mirë, por në raste të tjera është kaq I tmerrshëm dhe kaq I trisht dhe kaq I qelbur sa që nuk e keni iden. Kush është rastësisht do t'i lutesha nëse nuk e ka bërë ende, le t'i bëj like faqes që të shihemi sërish dhe ju faleminderit që jemi prerë bashkë dhe më falni që e them gjithmonë, por ka shumë prej jush që futen në këtë faqe, nuk e din dhe unë dua thjesht t'i informoj që ta ndjekin këtë faqe, sepse diskutimet na çojnë në një rrugë tjetër përveç se informohemi. Kisha bërë një post para disa ditësh, duke ju pyetur kush është gjëja më e çuditshme që ju ka ndodhur. Dhe kjo është një nga historitë tuaja. Këtë histori na I tregon një polic. Dhe ju them që është një histori vërtet e trisht. Ju lajmëroj. Ishte viti 1984. Pra koha e monizmit. Dhe ka surpriza deri në fund, ndiqeni, dëgjojeni. Dhe Halit Zguri në atë kohë ishte një polic I ri. Edhe sa e kishin marrë si polic dhe ishte në ditët e para që ai bënte patrullime. Atë ditë, pra atë mëngjes, e kishin çuar me patrullim pranë liçenit të Tiranës. Dhe Haliti, duke qenë I ri, kishte edhe uri në atë kohë sepse I vogël, I ri dhe ishte mëngjes. Dhe ai kishte uri. Megjithatë, ata kishin filluar patrullimin duke ecur sepse në atë kohë kishte vetëm pak pallate pranë pallatit dhe pothuajse gjithë zona ishte, le të themi, plot shkurrë dhe ferra në periferi të liçenit. Dhe ata filluan patrullimin që nga shtëpitë aty dhe rreth liçenit. Dhe teksa po afroheshin në një pemë, një zog po ciceronte. Por edhe pse kaluan atë pemë, zogu vazhdoi që të ciceronte, sikur t'i tregonte diçka. Dhe u kthye mbrapsht Haliti për të kuptuar se çfarë ishte, pse ky zog nuk iku, sepse zakonisht kur afrohesh pranë një peme, zogu largohet. Ky zog nuk u largua, përkundrazi. Ai ciceronte akoma, sikur donte t'i tregonte diçka. Haliti ju afrua pemës dhe shikonte zogun pse ky zog insistonte. E megjithatë, edhe pse u afrua, zogu nuk lëvizi, nuk iku. Dhe çuditërisht, thash, ai duke sikur donte t'i tregonte diçka zogu, kështu që ai zog ishte shpëtimtari I asaj që ndodhi. Sepse poshtë asaj peme, kishte një ferë, dhe brenda asaj ferre kishte një diçka që Haliti e pa. Ishte një qese që kishte diçka brenda. Ju afrua, por nuk mund të futesh dot brenda, sepse ishte plot me ferra. Dhe gjeti një shkop, e pastroi mirë atë shkopin, shkoi aty e hapi ato ferrat dhe pa që kishte vërtet diçka brenda. E tërhoqi atë qesen, kur e mori, brenda kishte një fëmijë. Po, një fëmijë sapo lindur. Dhe e pastroi, e rregulloi, ai nuk dinte ç'të bënte, ishte djalë I ri. Në këto raste, ndonjëherë, edhe një profesionist nuk di se si të sillet. Por Haliti ishte burr zotni, ishte djalë zotni në atë kohë. Dhe pasi e pastroi, vuri re që në gojë fëmijës I kishin futur pambuk. Pra e kishin mbushur gojën me pambuk që mos të qante fëmia. Njeriu është I qelbur në shumë raste. Shumë I qelbur. Bile do të thoshja që njeriu është gjëja më e qelbur që ekziston ndonjëherë, disa sepse nëse e bëjnë diçka, disa herë, disa njerëz e bëjnë qëllimisht, kundrejt kafshëve që, okay, e lën aty dhe kaq, por njeriu sillet kaq keq ndonjëherë që e bën me paramendim. Dhe Haliti e mori e pastroi, ishte data 5 maj atë ditë, dhe Haliti nuk do të harroj kurrë atë, sepse pikërisht në datën 5 maj më ka shkruar edhe mua, sepse vazhdon akoma të kërkoj atë fëmijë. Por ndiqeni deri në fund. Edhe pse ishte data 5 maj, bënte freskët, sidoqoftë, dhe Haliti hoqi bluzën që kishte prej pambuku dhe mbështolli fëmijën që të rinte ngrohtë. Dhe mori me njerë komandantit e njësisë 2, pra të njësisë 2 të rajonit të Tiranës,
Dhe erdhi komandanti në 84-ën atëre kishte një makinë dhe atë makinë erdhen aty, e morën e ngarkuan pra fëmijën bashku me këta dy shokët dhe kishte edhe një tjetër mes tyre dhe e çuan direkt në spital. Në spital menjëherë tek marteniteti e ndihmuan mjekët, e morën, e pasuan, rregulluan me shpresë që mos jepte ndonjë shenjete. E futën në inkubator, shqyr Zotit e mori veten fëmia. Ndoshta atë ditë sepse fëmijët sipas mendimit tim i ruan diçka. Tregohet sipas pleqjve të motshëm, tregohet se fëmijët i ruan Zoti. Unë për këtë kam edhe një eksperiencë për shembull që nuk dua ta ndaj me ju sot, por po ja u tregoj shpejt e shpejt. Mbaj mend kur isha me anije, po ikim nga Italia, pra nga Otranto, nga Brindisi në Vlorë, dhe ishte rreth 10-11 ball deti, kishte det madh, dhe as një zot e di se si kemi shpëtuar kur kemi mbritur në Vlorë, saqë kur zbritëm aty, më tha kapiteni që e njihja, tha Nadir, tha, ishte vërtet e vështirë, tha, për qime kemi shpëtuar. Mirë po, një i moshuar, që ishte më i moshuar se ne, një shqiptar, kur erdhi, që pa vajzën time, bia ime ishte 1 vjeçe në atë kohë, e kisha në krah, dhe unë mendoja se si mund ta shpëtoja natën, sepse lëvizte anija si t'ju them. Dhe ai kur pa fëmijën tha, tani e kuptova, tha, pse kemi shpëtuar. Ne kemi një angjëll këtu, tha, për fëmijën, sepse mendohet vërtet që fëmijët janë të ruajtur nga Zoti apo nga ëngjëjt. Megjithatë, ai fëmijë, pra fëmia që shpëtoi Haliti atë ditë, duke sikur ishte i ruajtur nga Zoti. Megjithatë, aty gjatë atyre ditëve, mjeku që e kishte asistuar, pasi e rimori vetën fëmia, e pyeti Alitin, çfarë emri doni që t'i vini? I tha. Dhe Aliti i tha, dua t'i vë, tha, emrin Shpëtim Liçeni, sepse shpëtim që shpëtoi. Dhe Liçeni sepse i gjeti atje. Disa histori lidhen fort me ne dhe nuk shkulen nga ne. Në fakt, në datën 5 maj kur lexova këto rreshta, më fali, por nuk do e mbyll sepse nuk do e shkëput sepse kam punë sot dhe s'kam kohë. Dhe po thosha, kur e gjeti, ndoshta ai ishte meqense ishte data 5 maj, dhe shpëtimi dhe Haliti më ka shkruar pikërisht në datën 5 maj. Dhe ai e kujton shpëtimin në çdo 5 maj. Nuk e di nëse ai thotë që padyshim jeton, por nuk i ka thënë, sepse shikoni se çfarë ndodhi. Pas disa ditësh ai shkonte gjithmonë që shikonte, takonte shpëtimin tek materniteti, por një ditë infermiera i tha mos hajde më, i tha, sepse e kanë birësuar dhe nuk duan, tha, që ti të vish më. Dhe dhe e kam parasysh se si u ndje shpëtimi. Më falni. Edhe shpëtimi, por edhe Haliti. Haliti nuk do të harroj kurrë, siç ju thash, dhe ai çdo 5 maj, jo vetëm që kujton, por ai nuk shkoi më atë ditë, por mundoi që me anë të mjekëve që t'i thoshin se ku e kishin çuar shpëtimin. Por nuk i than asgjë, dhe mund t'i ke ndryshuar dhe emrin. Dhe si përfundim, nuk gjeti më asnjë shenjë të shpëtimit. Por, si që thash, ai duke e kujtuar gjithmonë shpëtimin, pra Haliti në datën 5 maj, kur më shkruajti, vetëm këtë kërkesë kishte, që të mund të takoj vetëm një herë. Dhe unë do dëshiroja që në qoftë se dikush, që edhe në qoftë se nuk e quajnë shpëtim, që është i datëlindjes 1984, dhe që nuk di prejardhjen e prindërve të tij, do t'i lutesha, edhe pse nuk është legjitime, por është thjesht për t'i dhënë kurajo në radhë parë këtij njeriu, por njëkohësisht edhe për t'i dhënë një satisfaksion edhe Halitit,
që ta takoj shpëtimin. Pra do t'i lutesha që në qoftë se është e mundur të mund të na kontaktoj këtu ose të më shkruaj mua në privat. Do t'i lutesha shumë. Sepse Halitit do t'i shtrëngoj duart kur ta takoj dhe do t'i jap dhe një kafe, por në qoftë se do takoj shpëtimin, do ta përqafoj. Ai në qoftë se është i datëlindjes 84, është 40 vjeç, apo jo? Sa i bie? 40 i bie? 84, 94 10, 2004 20, 2014 30, 2024 po. 41 vjeç. Kështu që do t'i lutesha në qoftë se me të vërtet e dëgjon këtë mesazh dhe e sheh këtë video, të më kontaktoj. Dhe do t'i lutesha juve të gjithëve, nëse është e mundur ta shpërndani këtë video sa më shumë, me shpresë që jo vetëm Haliti me shpëtimin të takohen, ose çfarë emri ka ai tani, por që të mund ta përcjellim edhe një herë këtë histori, ndoshta në të ardhmen, duke treguar të gjithë historinë të vërtetën dhe për më tepër këtë satisfaksion që u konkretizua. Kështu që ju falenderoj që jemi për bashkë, më falni ndonjëherë dhe emocionohemi sepse njerëz jemi dhe kalofsh një ditë bukur shqipe. Dhe në qoftë se dikush nga ju ka histori të ngjashme me këta, po dhe të tjera histori që të çuditshme dhe të vjetra le të jenë, do t'i lutesha të më shkruaj në emailin tim nadirmura @gmail.com. Është i thjeshtë, Nadir Mura në Gmail. Okej? Ju faleminderit. Ditë mbar.